Banorët e njësisë bashkiake numër 8, të mbështetur edhe nga këshilltarët e djathtë, kanë kundërshtuar vendimin e Bashkisë së Tiranës për parkinget publike me pagesë. Sipas tyre, projekti është i pastudiuar, pasi siç thanë ata, zonat e varfra paguajnë më shumë se ato të pasura. Këto argumente mbështeten me një krahasim mes rrugës Tafaj dhe rrugës Brigata e 8 në blok, ku në njësinë 8 ka më pak parkime për rezidentët dhe pagesa për orë është 40 lekë, ndërsa në blok më shumë parkime pa pagesë dhe çmimi për orë vetëm 20 lekë. Të gjithë duhet ta dim që nëse ne kemi këtu një rrugë 100 metra dhe në këto 100 metra secili mund të parkojë pa para në këto momente, kur të hyjë në fuqi ky projekt, vetëm në 90% të kësaj rruge ti mund të parkosh me pagesë dhe vetëm 10% ngeli jashtë të quajtur i parkim pa pagesë. 400 lekë ora për këtë zonë, njësia 8. Ndërsa përse përket zonave të tjera siç janë rrugë të ndryshme të bllokut, rrugë konkrete, më shumë se 70-80% të atyre rrugëve do t'jenë pa pagesë dhe edhe ajo zonë që do jetë me pagesë në lagjën e bllokut do t'jetë vetëm me 200 lekë ora. Kjo gjë tregon së paku që nuk është bërë asnjë studim, sepse kjo lagje është shumë më herë më e varfër se sa zonat e bllokut. Një javë më parë, kur Bashkia e Tiranës miratoi projektin për parkimet me pagesë në gjithë qytetin, i cili do të menaxhohet në 3 zona të ndara, kryebashkiaku Erion Veliaj tha se rezidentët do të kenë tarif zero.